Jasi të pastruni mushkërit kur lini duhanin. Receta: lënia e duhanit është hapi i parë drejt shëndetit të mirë. Mirë po është fakt se pirja shumë vjeçare e duhanit mund të lërë pasoja. Ullëntimi ka treguar se njerëzit e rritur të cilët kanë ngrënë 2 domate dhe më së shumti 3 mollë në ditë kanë ngadalësuar efekte negative në mushkëri në raport me ata të cilët kanë ngrënë më pak artikuj të tillë. Shkencëtarët thonë se efektet e përmendura vijnë vetëm nëse mollët dhe domatet hahen të freskëta. Për nevojat e këtij studimi, ulëntuesit janë qasur të dhënave mbi ushqimet dhe funksionin e mushkërive të më shumë se 650 personave të rritur në vitin 2006, ndërkaq testet e njëjta të njëjtit grup të vullnetarëve i kanë përsëritur pas 10 viteve. Pjesëmarrësit nga Gjermania, Norvegjia, Britania e Madhe kanë plotësuar pyetësorin ku kanë cituar se këto ushqime janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin e mushkërive pas duhanit.